Qishtu tingëllon dikush që ka lënë shumë pak orë në studio. Era i strefi është shembull që ecën, i asaj çka kish mujt me qenë sikur të kish qenë edhe etika e punës e përfshime. E di që mundet me tingëllu shumë subjektive, po me fokusin e duhen edhe nëse je person që ngon muzikë shumë edhe ke ngu për periudha gjata kohore, mundesh me vërejt kur një artist u kon locked in, tu e perfekcionu kraftin në studio. Era i strefi është tepër e rrallë në projekte, megjithatë, ta jap përshtypjen që ka kalu kohë minimalisht në studio. Para se me vazhdu dëna mi falenderu sponsorat e mi, Posta Easy, Posta me super delivery edhe customer service, edhe Delta Group, rjeti i pompave, 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet derivatet. Para Move On, kongën e fundit që e ka lancu Era në kanalin e vet ka qenë Amado Love, edhe Hajde para 5 mujve, tjetra me Noizin para Prokja ka qenë para 9 mujve. Realisht nëse m'len me përit edhe merr krejtësit kohë për me publiku diçka, menoj që ma e pakta që mënesh me bo është me u munu me make it worth the wait. Unë kom harru kur kom ngu diçka të cilës ju kom kthy prap me ngu me qef prej erës. Nashta e fundit është Voila, te albumi 168 me Kreshën edhe Lirikalin. Tekstin e kish krujt vet të Move On, e cilit menoj që i mungon edhe delikatesa e nevojshme të e marrë parasysh thimin e kongës, e cila nëse nuk ka nej far sound i catchy, paktën me pas përmbajtje pak ma të thellë. Shembull, haj qit ma pak tekstin qëtu, qit ma nej frazë. T'kom harru, po du me t'harru, what's the point me t'menu? Baby, unë kom move on. Lafet janë shumë direkte, as një stres, nuk ka këto përveç deklarimet, as metafor, as përshkrim figurativ që të bën me undje some type of way, thjesht e thot. Menoj që në qëto detaja është dallimi mes një kongë që e ngon një herë edhe një kongë që i kthehesh me ngu vazhdimisht. Kur bëhet kongë për break up, për emancipim emocional, daljem për një marrëdhënie që t'ka majt peng, menoj që meriton pak ma shumë delikates edhe thellësi në elaborim. Që kjo është kur po thom që nuk ju ka jep vëmendja e duhur edhe nuk i ka kaluar të duhuna në studio. Nëse nuk është që dorën zamër, për me qeni sinqert edhe i drejt, nuk është që në secilin varg e vëren këtë munges thellësi, sa mon shumicën po. Shembull, çka më pëlqen një? Shumë oqeana në gotën tonë, miliona orë në heshtjen tonë. Që të e dëgjojmë një tentativ me qenë pak ma poetike, mirë po në fund betet veç ide me potencial, po që nuk zhvillohet tutje. Menoj që kjo është të i mungu me shumicë i rëstash, e që e ka pas me shumicë në t'kalumën, e që është munges e identitetit në detaje, krejtësisht generike projektet e saj. Për një men, nashta prej atyne që e kom kritiku mas shumë t'in vitin e fundit ka qenë Era, po të kjo e kom shumë a let me kritiku për shkak se na ka dëshmu çka mundet me bo kur ka qenë në pikë. Na nuk po flasim për dikën që s'ka kapacitet, në fakt po flasim për dikën që e ka dëshmu që mundet me qenë ndryshimi edhe që mundet me pru standard. Si do qoftë për me përmbyll, kur e merr krejt këtë projekt Move On si paket, për një me kryot përshtypja që nuk tingëllon si produkti një procesi gjatë në studio, që kjo menoj që du të me qenë në nëvizimi i krejt që ti recensioni. Do këtë edhe tingëllon si diçka që është kry relativisht shpejt të e njëru atë fazën ku artisti e studion pak edhe e sfidon vetën me qu pak ma larkë projektin. Kur një artist është locked in, thjesht e ndjen delivery në zgjedhje t'jallëve në struktur, këtu gjithë shka po tingëllon e drejt, pa kurfar momentit sharpness, të mpretësis, do me thonë. Edhe që kjo është ironia ma e madhe me Erën, pritjet janë gjata për projektet e saj, prandaj kur lansën diçka, nuk mjafton veç me qenë mid ose okej, duhet me na jep në arsye pse po i merr që ka shumë kohë me ardhë me projekte, e kësaj po i mungon arsyeja.